إن الحمد لله نحمدك ونشكرك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Falëndërimi dhe lavdërimi të takon vetëm Allahut fuqiplot, atë falënderojmë dhe vetëm nga i falë dhe ndihmë kërkojmë. Paqja dhe mëshira qofshin mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të sinqert dhe mbi të gjithë muslimanët që do të pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të ndershëm vëllezër, mos i prishni veprat e juaja. Allahu Gjellëshanu në Kur'an thot, ja ejuhalladhina amanu, o ju që keni besuar, atiu Allahe wa atiu Rasul, respektoni ose bindjuni Allahu subhanahu wa ta'ala, e pastaj bindjuni Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, wala tubtilu a'malakum, dhe mos i prishni veprat tuaja. Si mund të sqarojmë? Allah subhanahu wa ta'ala të gjithë neve na paralajmëron si besimtar që mos i shkatrojmë veprat tona të mira që kemi bërë. Kjo na tregon se besimtarët duhet me qenë kujdesshëm. Kujdes duhet me pas nga çdo vepër që mundet me dërguar ose me çunë humbi. Shembull, kemi falë namazin e xhamazit, ama pas xhamajit rrugës, mundemi mu ballafoqëmë një problem. Në momentin që e gabove, e shkatrove, xhamaja shkoj. Vepër e mira ma shkoj. E prishe vet. E gabove. Të ndërshë vëllezër, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e të drune me l-muflis, i ka pyet sahabët, shokët e vetë, i ka thonë, a dini ju kush është i falimentuari, kush është i humburi këtu, kush është i dështuari? Ato i ka thonë, po, ja Rasulullah, i falimentuari, dështuari, i humbur është ai i cili nuk ka asnjë dinar në xhep, hiç pasuri, hiç, 0 është. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, jo. Thot, innal muflise min ummeti, i falimentuar nga ummeti im është ai i cili vjen ditën e gjykimit me namazli i fort ka qenë, me agjërim, e ka dhënë zekatin, mirë për nga në tjetër, e ka shajt filanin, ka bon gjybet për filanin, i ka bon padrejtësi filanit, e ka vjedh atë, me kujshin muhabet jo, me prindrit muhabet jo, ama agjerimin po, namazin po. Thot, kjo është i falimentuar. Edhe thot, Allah subhanahu wa ta'ala, veprat e mira këtij njeriut, namazin, që bën gibet e bën gabime, ama o namazli, ja merr namazin, ja e pati që e ka bën gibet. Shembull, tash unë kam e fal xhaman, ama kam e fol për dikan, mos prezencën e tij. Namazi me xhaman s'kam i shku atij. Hiç pa u falë. Ai nuk falet, unë e falem, ama gjuhën se në mbaj. Unë e falem, ama të keqen, pa e përzi pak se në lan. Unë e hap zekatin, ama me kujshin respekt s'kam. Unë agjeroj, ama tër ditën, ku e di unë, gabimet, sa do që janë të vogla i bëj. Kjo është i falimentuar. Kjo 0-0 me të mirat kësaj botës, të ndryshëm vëllezër. Duhet të ruajmë
ose t'i ruajmë fjalët tona, t'i ruajmë sjelljet tona, që mund të na çojnë në humbjen e veprave tona. Allahu dhe Reshallam në Kur'an thotë: "Wa qaddimna ila ma amilu", ne të gjithë, Allahu thotë, ne të gjithë njerëzve do të nxjerrim ose qesim veprat e tyre min amelin fajalnahu haba'an manthura, edhe ato veprat që i keni bën, thotë, i bëjmë hi e plur dhe i shpërndajmë. Pse? Se nuk kanë shtill. Vepra e mirë, me njëherë një të keqe. Me qenë se e ke bon një të keqe, edhe tash mundohesh me e bon një të mirë. Ka kuptim. E ke gabu, ke bon gjebet edhe thua, astaghfirullah, që atë përmendjen e Zotit që e përmenda para se thire zani. Ka kuptim. Ama kjo tjetër nuk ka kuptim. Tër ditën, agjërueshëm para iftarit, e ka bon. Tër ditën agjërueshëm para iftarit, jam me gruën del punë, jam me fëmijët del punë, jam me mahallën, ku e di unë, del punë. E gabove, u kri punë, e gabove. Pse se sabri në momentin kur duhet me bo sabër. Që tër ditën nuk e ke momentin që ki jinë zorë, ja, një moment të vinë, brenda ditës dhe natës. Edhe që atër dush me bo sabër. Për me tregu imanin tantë, ju, unë dhe të gjithë besimtarët këtu dhe që janë. Të deshën dhe zërë, edhe një edhe të përfundoj, Allahu dhe Lishanë thotë, dhalike wa man yu'adhim sha'air Allah. Se cili du të din të vërtetën, e vërtetë Allahu të është se ai njeri cili i madhron simbolet Allahu subhanahu wa ta'ala, fa innaha min taqwa al-qulub, kjo është nga devotshmëria që e kanë njerëzit në zemra. Ne në qoftë se e falim namazin, o vepër shumë e madhe, e bëjmë nga devotshmëria. Edhe nuk ka nevojë pastaj t'ja bashkangjesim një gabim, se e shkatrojmë si vepër. Nëse agjerojmë si vepër e madhe, nuk ka nevojë të bëjmë gibete, nuk ka nevojë t'i marrim njerëzin qafë të bëjmë padrejsi. Se nuk është as prej devotshmërisë edhe e shkatron dhe e prisi si vepër. Inshallah Allah na uzon edhe të gjithë së bashku në xhenet na son barakallahu lana wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum min adh-dhikril hakim wastaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa usalli wa usallim ala qaidil mu'minin Muhammad ibn Abdullah al-mab'uth rahmatan lil alamin. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.